Bëhemi gati për të dalë në Tajland. Ky fustani nuk është shumë i bukur para, por mbrapa sot do provojmë dhe ca make-up tajlandeze që janë, do thënë do i provoj me ju se unë i kam provuar. Unë e kam skalpin shumë të ekspozuar dhe gjëja më e shumë që ndodh është që të thahet skalpi kur ke kështu lloj gërsheta, kështu që unë thjesht po i hidratoj. Dhe përveç aqua skalpit do vendos dhe livinen, thjesht për ekstra hidratim dhe që të ruaj skalpin me mbrojtjen ndaj diellit. Sepse mund të më digjet skalpi. Produkti i parë tajlandez është kjo, ishte një serum anti-age. Unë futa dhe Even Boy, që është si Sephora e Tajlandës. O zot, pita ul pak zërin. Dhe atje ishte një Lady Boy që më ndihmoi. Dhe unë në fillim nuk është se po i besoja shumë, sepse make-upi i saj ishte skandal. Po nga e njëjta linjë ishte hidratuesi, gjithashtu anti-age. Si përfundim, dinte shumë mirë. Çfarë sugjeronte dhe nuk më ka zhgënjur dhe nuk e di nëse është psikologjike, po unë dijem se fytyra ime duket më lifted dhe shumë me shkëlqim se ç'është dukur kohët e fundit. Tani është golden hour, o zot po vdes. Sugjeroj këtë SPF-n. Unë dua t'i bashkoj bashkë, po thjesht për t'ju treguar sa e mirë është dhe sa shpejt hapet. Vetëm shikojeni. U hap direkt. Unë vendos SPF-n të parë. Si kjo, është pak e trash, është skin tint, ka një mbulim edhe shumë të mirë. Po edhe nuk duket në lëkur fare. Më vonë e hap më mirë me forcë. Edhe të dyja dhe skin tinti edhe SPF-ja janë me 50+ mbrojtje. Një blush kremos që kthehet në pudër vet. Është shumë i bukur. Produktet jo tajlandeze nuk po ja tregoj se i keni parë gjithë ato herë. Mendoj që vetëm gjë që të shkonte më shumë me këto gërshete do ishte unë me nxirr. Mendoj që u rregullua shumë gjithë luku me bronzerin. Dhe produkti i fundit tajlandez, një pudër në formë pudre. Unë nuk do përdor fare concealer. Diferenca bëra dhe pak ballën se nuk dua të jetë i shkëlqyeshëm. Rimmel Kath, tani gjë tjetër prit. Lip kit i Kylie, është shading Coconut 2.0, është lip kit me lip gloss. Okej, kështu duket lapsi. Pak highlighter. Kam bler scrub trupi, shampoo trupi me aromë shumë të mirë, krem trupi dhe këtë. Mendova që ishte perfekte për në verë, që mos kesh parfum. E bura e këtij është dhe me xixa. Në vend po ka marr kremin, ka marr scrubin. Okej, atëherë do hedhim. Këtë është vërtet hapi i fundit, nga që unë java në pishin. Tani duhet ti hap këto. Problemi i madh që ngatrohen me njëra tjetrën. Njerëzit thonë që duhet ta mësosh me ujë livinin, por ata nuk kam provuar sensation, okay? Jam gati, nuk po vej penel, se më pëlqen më shumë të duket kështu si natyrale, edhe pse këtu ka 30 milion hapa.